për fat të keq jemi ende sot në gjendje të njëjtë sikurse dje me protesta të cilat I kuptoj plotësisht, po ju kërkoj falje qytetarëve që faktikisht është ardhur deri te kjo pozitë, përkundër faktit që ne kemi paralajmëruar me muaj të tërë për bllokadat që po I bëhen kryeqytetit prej Ministrisë të Financave në mënyrë të jashtëligjshme. Pra vazhdon që mjetet tona vetanake të jenë të bllokuara nga Ministria e Financave në mënyrë të jashtëligjshme. Pra atë që ne e kemi me ligj, e meritojmë me ligj, janë të hyrat tona vetanake, diku rreth 35 milion, me të cilat ne normal që do t'i kryejmë të gjitha në momentin kur ato transferohen në kontët e kryeqytetit, atëherë edhe ky problem do të zgjidhej menjëherë, po ja që dje ishim edhe me protestuesit aty përpara Ministrisë të Financave, përpara Qeverisë të Kosovës, ku unë kërkova një takim urgjent me ministrin në detyrë, me kryeministrin, po ata refuzuan të takohen. Jam edhe sot I gatshëm të takohemi menjëherë aty në kryeministri, në ministri, apo në komunë, apo kudo që ata dëshirojnë të takohen, edhe tash bllokojmë këtë proces, sepse po them, është një çështje që nuk është problem, po bëhet problem pa pas nevojë. Zgjedhjet tash lokale kanë përfunduar, ju lutem edhe një herë që t'i lejmë politikat bllokuese të mrapshta prapa, fondet të cilat neve na takojnë me ligj, t'i transferojnë menjëherë, që këta njerëz, këta protestues këtu, t'i marrin pagesat e veta, t'i marrin pagat e veta, familjet e tyre të kenë të ardhura ashtu siç e meritojnë, sepse kanë punu, edhe kanë prit me muaj të tërë të zgjidhet ky problem, po ja që edhe sot për çfarë do inate apo çka do që është, vazhdon të hecë ky problem. Ne kemi marrë edhe masa tjera, kemi thirrë një seancë të jashtëzakonshme dje, pra për të ajtën, tash me asamblesë, me mandatarët ekzistues, të votojmë edhe për bartjen e cila ka qenë bllokuar edhe ajo më përpara, po tash besoj që e kemi një ashtu mendësi të ndryshuar për me votu bartjen, që janë edhe 28 milion tjera shtesë, pra e kemi 35 që rrinë të bllokuara tash e sa muaj nga Ministria në mënyrë të jashtëligjshme, e tash po them të ajtën do të fusim në seancë të jashtëzakonshme edhe 28 tjera që I thras publikisht të gjithë asambleistët që të jenë së bashku, pra t'i votojmë edhe këto 28 tjera, në mënyrë që kryeqyteti pra të ketë edhe opsione. Pra nuk është të çështje e problemit me fonde të kryeqytetit. Kryeqyteti ka fonde të mjaftueshme për t'i pagu të gjithë operatorët e kryeqytetit, edhe nuk ka problem këtu tek operatorët, pra si që keni pa, asë një operator nuk ka pas problem sepse I kanë kry shërbimet e tyre, është dashur me u pagu. Problemi është tek Ministria e Financave që vazhdon jashtëligjshëm ta bllokoj buxhetin e kryeqytetit, relativisht buxhetin e të hyrave vetanake, pra të hyrave tona vetanake të cilat po I mban jashtëligjshëm, për cilat edhe kemi bë kallëzim penal ndaj ministrit në detyrë Kurran Muratit dhe 3 zyrtarëve të Ministrisë të Financave. Uroj që ta zgjedhim këtë problem, po them menjëherë. Faleminderit, jam I gatshëm sot që të takohem dhe ta zgjedhim këtë problem, ta zhvillojmë këtë problem. Urna, jo unë jam këtu, po them me çfarë do ftese, ju kam thonë jam I gatshëm edhe tash, edhe kurdo. Derisa ta zhvillojmë këtë problem, po them, jam I gatshëm, jam këtu. Absolutisht. Unë për këtë po them, çka po tentojmë, çka kanë tentu. Do thonë I kanë thirrë ata, I kanë ftu, po kanë thonë jo, mos vjen komuna. Do të thonë vazhdojnë me gënjeshtra, vazhdojnë me të pavërteta, vazhdojnë me tensionu gjendjen pa nevojë. E kanë mundësinë e zgjidhjes së problemit të menjëhershëm. Të gjitha, ajo, to 35 milion, rreth 35 milion që I mbajnë aty të bllokuara, nuk vyn asnjë vendim I asamblesë, asnjë votim, asgjë. Ligji ekziston. Ligji për buxhetin e Kosovës sot ekziston, I cili mundson me bë këtë transfer. Janë paret e kryeqytetit, paret tona, paret e taksapaguesve tanë,
dhe nuk kanë asnjë problem. Pra i vetmi problem është kjo blokada puro politike që ku s'di çfarë kalkulime kanë bë, po jam i sigurt që kjo nuk do t'ju del mirë. Jo, është e lishme, pra mandatarët ekzistues derisa të hyjnë në fuqi të tjerët, kjo është totalisht e lishme. Ne e kemi diskutuar këtë edhe me zyrën ligjore, pra është e lishme për këtë arsye edhe është thirrë seancë jashtëzakonshme që të gjejmë mënyra alternative. Pra jam i gatshëm për çfarëdo mënyre alternative që ne të gjejmë që ta zgjedhim këtë problem, ta zhbllokojmë faktikisht këtë proces për arsye se nuk kanë faj këtu operatorët, nuk kanë faj qytetarët. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Tash me njëherë mundet ministri me bëjë zgjidhje. Sikurse qysh po mundet me nda fonde për këtë apo atë apo këtë. Fondet tona janë ato, të hyrat vetanake të kryeqytetit, që nuk ka asnjë bazë ligjore për me i majt. Domethënë i mban aty peng, edhe i lën këta njerëz që kanë punu me muajt e tonë, pa paga, i lën prap në rrugë, i lën qytetarët pa shërbime, i lën shkollat pa rrym, i lën fëmijët tonë pa ushqim të nxehtë. Pra për çka? Të bëhemi njerëzor, lëni gjërat partijake anash, mundemi me zgjidh këtë problem me njëherë. Edhe sikur të ishte ky problem i kryeqytetit, është i qeverisë për me zgjidh problemit, po ja që nuk është, domethënë krijon një problem që s'ka problem. Po them edhe njëherë, i lutem edhe njëherë, po takohemi tash, po takohemi ku doni, ose në qeveri, ose këtu në komunë, ose po dalim dikun, ku do, e ka shumë të lehtë dhe të thjeshtë ta zgjidh këtë problem. Me njëherë, pra sot del atje dhe mban konferenca për shtypë dhe flet për gjëra tjera abstrakte që s'kan asgjë të bëj me blokadën që ja bën kryeqytetit, folimi dhe të diskutojmë, faktikisht të takojmë, diskutojmë për gjëra relevante, për një problem që nuk është, që po e krijon, që faktikisht mund të zgjedh për një sekond. Jo, po atë faktikisht kjo është shqyrtu të premten, po të premten janë certifiku, edhe dje, edhe sot e din që u morëm me çështje tjera emergjente, prandaj me njëherë pas kësaj do ta caktojmë datën dhe faktikisht të ecim përpara me qeverisjen e re. Sa i përket pyetjes të parë, pyetja ime për Hekuran Muratin, për ministrin në detyrë është shumë e thjeshtë. Domethënë sa mundohesh me qit hi syve gjithë popullit me tema tjera, fokusohu në temën që e kemi këtu, relevante. Pse po i bllokon 35 milion të kryeqytetit? Pse? Domethënë pse po punon në mënyrë të jashtëligjshme? Pse po i bllokon? Domethënë kjo s'ka të bëjë me asgjë tjetër, Kreta ajo që ka flet, këto gjëra tjera janë vetëm hi syve të qytetarëve, janë gënjeshtra totale, pra s'kan të bëjë asgjë me realitetin. A mundesh me i pagu sot 35 milion? A ekziston ligji? Po, ekziston ligji. A janë ato të hyra vetanake të kryeqytetit? Po. A të ndalon në sen për me i pagu këto sot? Asgjë. Pra punon jashtëligjshëm për cilin edhe kemi bërë kallëzim penal. Ndaj ti edhe ndaj të rezultarëve. Pra mundet me zgjedh këtë problem me njëherë, derisa ai fillon edhe krijon tema tjera, të cilat nuk janë relevante me gjendjen në terren sot. Sot i kemi punëtorët, i kemi familjet e këtyne punëtorëve, të cilët kanë punu, po them me muajt e tonë, pa paga, si rezultat i blokadës të një ministri atje që i teket për me bloku pse mundet. Punon jashtëligjshëm, mënyrë jo ligjore. Më thonë, fondet të cilat me ligj na takojnë neve, ai blokon, edhe del në pres konferencë, edhe flet për gjëra tjera. Domethënë krijon tema tjera, i ik pyetjes, e cila është pse nuk i paguën 35 milion kryeqytetit sot të hyrat vetanake të kryeqytetit. E shpjegova edhe dje. Sikur ju, paret e juja që i keni në bankë, me shku me i marë, me dash me nxjerr parë në bankë, edhe të thot ai kashjeri aty në bankë, thotë që s'po t'i dho. Po s'po t'i dho sot, hajde na shta këshyrim nesër, amas nesër, ne aknej, ose janë nis me të vetë që ka ndodhë këtu apo aty, i ik temës, t'i thu, a mi paret e mia, se që ato janë zhynë për me pagu këte atë janë të mia faktikisht. Në thonë, paret tona i blokon, i ik kësaj teme, i ik temës edhe flet. Ndëgjoni ju lutem edhe njëherë konferencën për shtyp të tij sot, edhe shikone se si ka ik një pyetjes shumë të thjeshtë. Pse nuk i paguën 35 milion
kryeqytetit, të hyrat veteranit të kryeqytetit, tonat që në ato kohë. Edhe nuk I vyn asgjë tjetër, vetëm me bë transferin, edhe kryet kjo punë. Unë nuk jam taku, sepse po them, po merren me çështje të kryeqytetit, I kemi këtu rastet emergjente në kryeqytet për fat të keq, çështje të cilat mundën me u zgjedh më njëherë, çështje që ky ministër në detyrë, kryeministër, po them, krijojnë tash tema tjera edhe I ikin problemet që kemi këtu në derë, problemin të cilin mundën me zgjedh më njëherë. Pra, nuk I kuptoj ka e qysh, e pse e bëjnë këtë, po ja që po e bëjnë, ja që po luajnë me neve, me familjet tona, me fëmijët tonë, me pleqët tonë, se po them, kjo impakt, kjo blokadë, nuk e ka pas impaktin vetëm në trafikun urban, në transportin publik. Edhe kompani tjera të cilat, kompania Gjelbër, kuzhina për shembull që I ushqen fëmijët tonë, shkollat të cilat kanë vetë pa rrymë, gjitha këto janë pjesë e kësaj blokade. E tash, normal, thojnë po flet për blokadë. Deri sot të zhblokon. Normal që ne s'kemi mundësi me folë për gjana tjera. Kjo është gjë shumë urgjente e kryeqytetit, edhe ju kam thonë, do t'jem aty, para qeverisë, në qeveri, kudo që jam I nevojshëm 24 orë për me zhbloku këtë blokadë të jashtëligjshme. Kjo është blokadë e jashtëligjshme, prandaj po them, uroj që të reflektojnë edhe kryeministri, edhe ministri, të bëhemi bashkë, po them, sepse mundemi me zgjedh, është lehtë të zgjedhshme. Nuk ka asnjë arsye për me zgjedh ky problem, mundemi me zgjedh më një herë, po e marr edhe një pyetje të fundit. Kryetar, vazhdimisht po deklaroni që disa muj trafiku urban është në vështirësi financiare. Jo vetëm. Jo, nuk është trafiku urban në vështirësi financiare. Është faktikisht blokada, jo trafiku urban. Trafiku urban dhe gjitha kompanit nuk kanë problem, janë profitabile të gjitha. Po blokada, do të thonë që është shkaktuar kryeqytetit që ata e kryjnë shërbimin, e kanë qu faturat, po ne s'po mujmë ja pagu për arsye se neve s'po na I lëshon ministria. Këtu problemi. Nuk ka trafik urban problem. Asnjë prej kompanive Saudione nuk kanë problem financiar, po kanë problem të pagesës të faturave prej komunës e cila po I ka blokadat prej qeverisë. Ky është problemi. Jo, nuk e dëmton sepse trafiku urban është I paguar për kilometër. Sikurse sektori privat edhe trafiku urban, të gjithë janë të paguar për kilometër, nuk mbaren ata prej biletave që shiten. Domethënë edhe kjo është e kalkuluar, edhe të gjithë janë, domethënë e kanë profitin, I cili është I dizajnuar edhe me Bankën Evropiane, me Bershin, të cilët I kemi pas konsulent, pra kjo është një sistem I menaxhuar për me ndihmu qytetarëve, me ndihmu trafikut në kryeqytet, edhe me ecë përpara. Po ashtu edhe me të hyrat që ne I kemi të planifikuar, të projektuar, nuk ka asnjë problem. Problemi qëndron te blokada. 35 milion që janë të bllokuar, ato duhet me u transferu me njëherë sot, edhe sot zgjidhet ky problem. Kjo është. Faleminderit.